Pika e parë është që njeriu duhet të mirret me librin e Allahut subhanahu wa taala, me Kur'anin. Për shkak se Allah subhanahu wa taala e ka zbrit njerëzve. Thotë: "Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Allah subhanahu wa taala ka zbrit këtë Kur'an shërim edhe mëshirë për besimtarët. Pra libri i Allahut subhanahu wa taala është mëshirë edhe shërim. Pra njeriu i cili e ndin vetën që është i sëmur, apo i shqetësuar, apo në stres, seni i parë që ka duhet kimu marë është në aspektin, që në falë në aspektin fetar. Nëse ka dikush probleme, mirët me qëto që i cekëm, këto sena që janë metodat të cilët i përdorin në psikologji, por edhe këto si pojnë dobi, e shërë ki thot, apet nuk jam rahat, i merë këto sena që janë bazë. Qka? Me Kur'anin. Fillon me ndëgju Kur'anin. Me lenë Allah subhanahu wa taala nuk ka mundësi njeriu vetëm se të qetësohet. Thotë Allah në Kur'an: "Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum." Thotë me të vërtetë besimtarit kur t'i lexohet Kur'ani apo përmendet Allahu subhanahu wa taala i rrënqethet zemra. Pra nuk ka mundësi një njeri i cili është i shqetësuar, ka problem, stres, depresion, vetëm se kur ta ndëgjojë fjallën e Allah subhanahu wa taala vetëm se qetësohet. Pra se një është kryesor. Për ata duhet njeriu jo vetëm kur është i shqetësuar, por edhe ma shumë. Kur është i shqetësuar që me përdor librin e Allah subhanahu wa taala me ndëgju, me lexu ma shumë. Nëse është për ati të cilët lexon. Nëse është për ati që nuk di, mundohet me mësu, por në atë njëjtën kohë më mundohet me ndëgju. Ndëgjimi i Kuranit është shumë ka pozitivitet edhe në hormonet e njeriut që jep në trunin e vetë që e bën njërin më të lavdrueshëm apo njërin më të lumtur leximi i Kuranit. Por ata është një sen kryesor që duhet çka secili prej nesh kur kemi në depresion, kur bimi poshtë, çka me marrë me lexu Kuranin. Apo në ndëgjuesit shlojnë një Kuran, në recetu shkosh edhe me lenë Allah subhanahu wa taala ta di se ti më qetësu. Po këta mundoje jo me lip me një rezultat, se kur dikush e ngon me një cimene me pas rezultat. Sot e ban thotë, më gjë lexova, s'kisht. Edhe në terapi me shku, në çdo në terapi kur shkosh, ku kush nuk ta ti nuk shkon e ditë. Edhe lejnë me shku me marrë lejnë e kire, duhet me shku me bani 10 orë, 20 orë, 30 orë, apo një 2-3 herë çdo. Pse? Duhet edhe kjo. Duhet ti më qetësu, duhet një kohë më qetësu, që ti, kur të ndëgjosh fjalën e Allah subhanahu wa taala, më të lëon për shtypje, edhe më largu këta. Po ashtu thotë Allahu: "Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." Edhe nëse njeriu e godet në sprov, në keqe, ta di se vetëm Allahu subhanahu wa taala është ai i cili ta hiq. Por nëse të rrugë, çdo pa marrë parasysh çfarë sprove, ta di se vetëm Allahu subhanahu wa taala është ai i cili ta hiq. Edhe ti si nxënës, ki probleme me mësimin, ta di se Allahu është i vetmi ai i cili çka ta hiq këta. Por ti ndush më mbështet tek Allahu subhanahu wa taala, edhe çka mi marrë sebepet edhe me lenë Allah subhanahu wa taala ki me hiq atë shqetësim.